Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Jeni mbi 50 vjeç dhe vuani nga këto sëmundje, merrni një banane në ditë dhe do shpëtoni. Me një tull të butë dhe të ëmbël, e paketuar me lëkurën e saj të verdhë, banania është një nga frutat më të mrekullueshëm dhe më të gjindshëm gjatë gjithë vitit. Bananet rriten deri në 10 metra lartësi dhe i përkasin familjes së orkides. Ky frut kremoz i ëmbël dhe i pasur është një nga më të preferuarit për të gjithë grupmoshat. Ne këtu do t'ju tregojmë se çfarë i ndodh organizmit ton në qoftë se konsumojmë një banane çdo ditë. Bananet janë të pasura me kalium, një mineral ky nga më të rëndësishmit për të mbajtur presionin e gjakut në nivele optimale dhe për mbarvajtjen e funksionit të zemrës, duke qenë se përmban rreth 460 mg kalium. Një banane në ditë mund të parandalojë hipertensionin dhe të mbrojë në këtë mënyrë nga arterioskleroza. Bananet njihen që herët për vetinë e tyre për të ulur acidin e stomakut dhe si rezultat të mbron kundër ulçërës dhe dëmeve që ajo shkakton. Në një studim, një përzierje qumshtit me banane uli në mënyrë të konsiderueshme aciditetin e stomakut. Në një tjetër studim në kafshë, shkencëtarët të vunë re se banania e freskët e mbronte stomakun nga plagët. Banania e luan rolin e saj mbrojtës në 2 mënyra. Së pari, disa substanca të cilat ndodhen tek bananet ndihmojnë në aktivizimin e disa qelizave të cilat përbëjnë shtresën e jashtme të stomakut, atë që vjen në kontakt me ushqimin, e cila prodhon edhe mukozën që e ruan stomakun nga aciditeti. Së dyti, ajo ka edhe disa përbërës të tjerë të cilët ndihmojnë në eliminimin e disa baktereve të stomakut të cilat janë akuzuar si kryesor në shkaktimin e ulçërës në stomak. Ndihmojnë në periudhat e eliminimit. Në rastet e diarresë së shpeshtë për shkaqe të ndryshme, na duhet të eliminojmë ushqimet të cilat mund të agravojnë situatën. Një episod diarreje mund që të zbrazë depozitat tona në elektrolite shumë të rëndësishme. Bananet mund të na plotësojnë mangësitë në kalium, një nga elektrolitet më të rëndësishëm, i cili gjithashtu ndihmon në rregullimin e funksionit të zemrës dhe në balancën e lëngjeve në trup. Gjithashtu, bananet përmbajnë pektin, një lloj fibre e tretshme e cila ndihmon shumë në normalizimin e aparatit tretës dhe lehtëson konstipacionin. Ëmbëlsia dhe përmbajtja në sheqer e bananeve varion në sajt të pjekjes së tyre. Kur ato janë pak të pjekura me ngjyrën e verdhë gati jeshile, kanë një indeks glicemik më të ulët. Kjo i bën bananet një nga frutat më të mrekullueshëm dhe të rekomanduar, në të kundërt të famës që ato kanë. Mamaja juaj mund t'ju ketë thënë se karrotat ju mbrojnë për shikim më të qartë të syve, sidomos kur keni qenë fëmijë, por për adultët duket se konsumimi i frutave është më i rëndësishëm për këtë. Sipas një studimi të publikuar, përmendet se konsumi i të paktën 3 frutave në ditë ndihmon shumë në parandalimin e përkeqësimit të shikimit me kalimin e moshës. Banania është një nga frutat që ne e konsumojmë atë çdo ditë në kombinim me fruta të ngjyrave të kuqe dhe jeshile. Do të ndihmonte shumë për të pasur shikim më të mirë me kalimin e moshës. Forconi kockat me banane. Është e vërtet, nëse ju vendosni që të konsumoni banane rregullisht, do të ndihmoni në absorbimin e kalciumit, elementit më të rëndësishëm në ndërtimin e kockave tuaja. Bananet përmbajnë një prebiotik i cili ushqen bakteret miqësore të kolonit. Këto baktere prodhojnë vitamina dhe enzima, të cilat ndihmojnë në shumë aftësitë tona për të absorbuar nutrient të rëndësishëm siç është edhe kalciumi.
Gjithashtu, koha e kalimit të ushqimit në zorë zgjatet, në këtë mënyrë ulet rreziku i sëmundjeve të këqija. Bananet jeshile përmbajnë acide lyrore të shkurtra, të cilat janë më të preferuarit për qelizat që përbëjnë shtresën e parë të zorrës. Kur këto qeliza ushqehen mirë, duhet të dini se ato do të jenë shumë më të afta për të absorbuar kalciumin dhe nutrientë të tjerë të vlefshëm. Disa banane janë një burim i pasur edhe i karbohidrateve të ndryshëm. Ato me ngjyrsa më të artë kanë edhe përmbajtjen më të lartë. Bananet gjithashtu ndihmojnë shëndetin e veshkave tona kur konsumohen rregullisht, por gjithmonë me masë. Sa shpesh duhet të konsumojmë ne banane? Një banane të vogël mund ta konsumojmë edhe çdo ditë, duke e kombinuar atë me 2 deri në 3 fruta të tjerë dhe ngjyrave të ndryshme apo llojeve të ndryshme. Banania mund të përfshihet në ëmbëlsira, në kos me fruta dhe pak mjaltë, si edhe në lëng të freskët frutash. Ndërkohë, sipas studimeve, gjëja më e mirë për bananet është se ato i gjen shumë lehtë dhe sigurisht kanë një çmim edhe të lirë. Ato i gjen edhe tek dyqani poshtë shtëpisë me një çmim mjaft të mirë. Banania është një nga frutat më të konsumuara në botë, më shumë se mollët dhe portokallet e marrës së bashku. Banania gjithashtu është një nga frutat e cila ndihmon tek urthi, i cili ndryshe njihet si djegja e stomakut. Bananet kanë një efekt natyror antiacid dhe mund të të çlirojnë nga shqetësimet e shkaktuara nga aciditeti i lartë në stomak. Mjafton të hash vetëm një banane dhe menjëherë do të ndjesh lehtësim nga simptomat e djegjes së stomakut. Tensioni juaj i gjakut. Banania është një frut i shëndetshëm për zemrën. Është e pasur gjithashtu me potasium dhe ka shumë pak sodium, një kombinim i përsosur për mbrojtjen nga infarkti apo goditjet në tru. Burim energjie. Nëse ha 1 ose 2 banane para ushtrimeve në palestër, do të përfitosh mjaftueshëm energji për mbi 1 orë stërvitje. Karbohidratet me bazë të ulët glicemie, vitaminat dhe gjithashtu mineralet janë një mbështetje e madhe për trupin, duke i dhënë atij forcë, ndërkohë që potasi ndihmon për të parandaluar ngërçet muskulare. Kundër anemisë, bananet janë një aleat i fuqishëm i pacientëve të cilët vuajnë nga anemia. Ndërkohë, banania u jep atyre hekurin e nevojshëm të dietës, gjë e cila stimulon qelizat e kuqe të gjakut dhe prodhimin e hemoglobinës, por edhe shton furnizimin me gjak. Ulçera. Ata të cilët vuajnë nga ulçera në stomak e dinë shumë mirë se duhet të rrinë larg disa ushqimeve. Mirë, po mos u shqetësoni, banania nuk është një prej tyre. Ato mund t'i konsumoni pa problem, sepse nuk do t'ju shkaktojnë as edhe një shqetësim në stomak. Kjo ndodh sepse bananet janë të buta, të lehta, kremoze dhe të mira për stomakun, duke i dhënë atij mburojën e nevojshme ndaj aciditetit dhe irritimit. Fruti i lumturisë. Banania të shton humorin dhe njëkohësisht mundet që të luftojë depresionin për shkak të nivelit të lartë të triptofanit, që në trupin ton transformohet në serotonin. Serotonina është një hormon i lumturisë dhe ajo i bën njerëzit që të ndihen të qetë, të lumtur dhe me humor më të mirë. Hani banane dhe do të shikoni se do të jeni më të lumtur. Mirë, po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.